Këto pamje vijnë nga fushat e mbjella me lakër në zonën e bashkisë Divjak, ku mundi dhe puna e fermerëve po shkon dëm. Hektarë të tërprodhimi kanë mbetur pa u vjel, ndërsa çmimi në pikat e grumbullimit ka rënë në vetëm 5 lekë për kilogram, një vlerë që nuk justifikon as kostot minimale të prodhimit. Fermerët thonë se nuk marrin më mundimin as ta korrin prodhimin, pasi shpenzimet për far, pleu itje dhe punë krahu janë shumë herë më të larta se sa fitimi. Zona e Divjakës njihet për mbjelljen masive të prodhimeve dimërore, por këtë vit tregu nuk është në favor të fermerëve vendas, ndërsa importet dhe mungesa e eksporteve po i lën ata pas zgjidhje. Pamjet nuk tregojnë vetëm lakra të kalbura në ara, por mundin, djersën dhe sakrificën e fermerëve të hedhura në balt. Shumë prej tyre shprehen se ndihen të braktisur nga shteti dhe se askush nuk po merret seriozisht me problemet e bujqësisë. Fermerët kërkojnë çmim të drejtë dhe treg funksional, jo premtime dhe deklarata për kamera. Sipas tyre, subvencionet mbeten vetëm në letra, ndërsa realiteti në ara është varfëri dhe humbje. Kur prodhimi shitet me 5 lekë për kilogram, bujku nuk lyp, ai kërkon dinjitet dhe për shumë prej tyre, kjo situatë po kthehet në një arsye më shumë për të braktisur tokën dhe vendin.